Çështja e numërimit të votave është kërkesë e kandidatëve e mbështetur nga Partia Demokratike për transparencë. Më duket se të paktën kjo është e 5-ta herë që para ju sqaroj. Nuk është një kërkesë primare e Partisë Demokratike. Jo. Jo dhe jo. Ta ketë të qartë çdo njeri. Kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. Dhe unë mund të them se 3 janë. Linjat kryesore të kontrollit që ne bëjmë. Së pari, kamerat, të cilat kanë zbuluar në mënyrë të përsëritur trenin bullgar. Kanë zbuluar aktet më të shëmtuara që damkosin farsën si një proces krejtësisht të paligjshëm. E dyta, janë administrimi i qendrës votimit, administrimi i kutisë votimit, i materialeve të votimit, procesverbaleve të votimit. Dhe e treta janë plotësimi i kërkesave të kandidatëve tanë që kanë pretendimet e tyre dhe ne nuk mund mos mbështesim transparencën. Pra, të kuptohemi. Besoj se kemi bërë gjë më të madhe. Sepse kemi faktuar këtu çdo ditë para ju se do faktojë. Se çfarë farsë shëmtuar zhvilluar me 11 maj. Për Partinë Demokratike vota ka vdekur pa hyrë në kuti. Akte shëmtuara të krijuara, të gjitha janë të paraprogatitura. Nuk janë extempore. Të aty. Pra, besoj se bërat duhet bëj dallim për çdo qytetar. Se çfarë është numërimi i votave për kandidat dhe se çfarë është kontrolli i legjimitetit të procesit. Janë gjëra krejt të ndryshme.